Divorci Monika Kryemadhi dhe Ilir Metës ishte një ndër më të komentuarit. Shumë veta menduan se ky divorc erdhi pikërisht në momentin që SPAK po hetonte çiftin Meta Kryemadhi dhe për të fshehur e justifikuar pasurinë, çifti vendosi të divorcohet pas 33 vitesh bashk. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes, pasi anën tjetër e ka treguar vetë Monika, e cila tha se arsyeja e divorcit ka qenë një tjetër mashkull që arriti ta ndajë atë nga Iliri. Molla e sherrit u bë telefoni Monikës, ku një numër ishte ruajtur me emrin Zemra ime. Kur SPAK-u i ka sekuestruar telefonin Monikës, në kohën që ajo ishte martuar me Metën, ka gjetur dhe kontaktin Zemra ime. Sipas Kryemadhit, personi që ka shkatruar martesën e saj me Ilir Metën ka qenë Altin Dumani. Monika tha: "Ata i kanë çuar fillimisht informacion Ilir Metës se në telefonin tim kishin zbuluar që unë kisha të dashur. Metës i kanë çuar të printuara mesazhet që unë i kisha shkruar atij dhe numrin e telefonit e kisha shënuar me emrin Zemra ime. Ai nuk i mbante mend mesazhet. Pastaj në gjyq doli se ky ishte numri i Ilir Metës. Dua të theksoj se unë nuk kam patur të dashur, por ato mesazhe dashurie i kam shkëmbyer me Ilir Metën, edhe pse ai nuk i mbante mend. Dua t'ju them se SPAK-u dhe Altin Dumani përdorën metodologjinë e sigurimit të shtetit për të futur në konflikt një çift që u finalizua më pas me divorcin tonë."